Protesta 19 ditore e shqiptarëve kundër qeverisë, por jo vetëm. Ishte sot kryefjale e seancës plenare. Gjatë gjithë kësaj të fundit, u regjistruan përplasje mes deputetëve të mazhorancës dhe atyre nga opozita, përfshirë edhe partive të reja. Kryeparlamentari Niko Peleshi u detyrua të ndërpriste disa herë seancën plenare për ta rifilluar sërish më pas për shkak të tensioneve dhe bllokimit të foltores nga deputetët demokratë në krye Berishën. Rendititës u devijua totalisht, ku ishin të përfshirë ministri i jashtëm Ferit Hoxha, që do të informonte mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE në kuadër të negociatave të antarësimit, apo edhe interpelanca me ministren e shëndetësisë Evi Sala, zëvendës kryeministren Albana Koçiu dhe ministrin e turizmit Blendi Gonxha, të kërkuara nga deputet të opozitës dhe mazhorancës. Debatet më të forta u regjistruan sot mes Sali Berishës dhe Tauland Ballës, të cilët sfidonin njëri tjetrin se kush kishte guximin t'i bashkohej protestës, apo se kush ka humbur më shumë nga kjo e fundit. Fjalori me libër shtëpie nuk mungoi as në këtë seancë plenare. Protagonisti kryesor ishte Flamur Noka. Për Berishën, thirrja Raman-Burg-Berisha në Burg nuk bëhet nga protestuesit e vërtet, por nga veglat e qeverisë Rama. Ditën e sotme Berisha pranoi për herë të parë lobimin për heqjen e non gratës në SBA, duke deklaruar se e kreu fondacioni që ndihmon Partinë Demokratike. Berisha denoncoi sot se po kryhet një bashkëpunim Tiranë-Beograd kundër protestave. Deputetët e Partisë Demokratike, në një farë mënyrë të detyruar, shkuan sot në seancë plenare me pankarta në duar duke imituar protestuesit. Me mira qytetar, dalin sërish sot në orën 19 në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij. Protesta ka hyrë në javën e 3 të saj dhe nuk ka asnjë sinjal tërheqje, përkundrazi në fundjavë paralajmërohet shtimi i saj për shkak të mbërritjes së diasporës. Mirëpo, duke mos qenë as pak komod dhe i mbërthyer nga të katër anët, kryeministri Edi Rama reagoi disa herë sërish ditën e sotme. Rama akuzon protestuesit dhe disa mbështetës të tyre për dezinformim në rrjetet sociale, duke përdorur metafora si flamingo, sorra e korba, që sipas tij përhapin tensione keq informim. Rama thekson se projekti është pjesë e procesit të negociatave me Bashkimin Evropian dhe do të kalojë në analiza të përbashkëta me institucionet europiane. Megjithatë, kryeministri shprehet se shqetësimet mjedisore duhen dëgjuar, por sipas tij ato nuk duhet të ndikohen nga narrativat politike apo konspirative. Deputetja që u largua nga Partia Socialiste tashmë e pavarur, Mariana Koçeku, reagoi sërish sot. Këtë herë shfaqi pendesën e madhe për aksionin e socialistëve në theth. Ajo deklaron se një nga momentet që ka ndikuar në krisjen e saj me Partinë Socialiste lidhet pikërisht me aksionin e qeverisë për prishjen e ndërtimeve pa leje në këtë zonë. Në reagimin e saj publik, Koçeku shprehet se i kërkon falje banorëve të thethit për mungesën e reagimit të saj në atë kohë, duke e cilësuar ngjarjen si një nga më të vështirat emocionalisht për të. Ajo thotë se nga tani e tutje do të angazhohet për përfaqësimin e tyre. Deputetja e njohur si Neo Malsoria thekson se vendimi për t'u larguar nga Partia Socialiste vjen nga mospërputhje me parimet dhe bindjet e saj personale, të cilat sipas saj kanë qenë të pandryshuara edhe para angazhimit politik. Koçeku u zgjodh deputete në zgjedhjet e vitit 2025 në qarkun e Shkodrës si pjesë e listës së mbyllur të Partisë Socialiste, ndërsa tashmë është shpallur e pavarur. Qeveria ka hedhur për konsultim publik një projekt ligj të ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme, që sjell ndryshime të rëndësishme në mënyrën e llogaritjes së saj. Sipas draftit, baza e taksës do të jetë vlera e tregut e pronës, si për banesat ashtu edhe për njësitë ekonomike. Për banesat, norma e taksës parashikohet të jetë nga 0.1 deri në 0.2%, ndërsa për pronat që përdoren për biznes nga 0.15 deri në 0.25%. Projekt ligji sjell një lehtësim për banesën e parë me zbritje deri në 50% të vlerës së tatueshme, ndërsa bashkit mund të rrisin deri në 20% pragun e kësaj lehtësie. Në të njëjtën kohë parashikohen edhe përjashtime, si për pronat shtetërore, ato fetare, banesat sociale, familjet në ndihmë ekonomike dhe pensionistët që jetojnë vetëm. Përjashtim kanë edhe disa struktura turistike me 4 dhe 5 yje për një periudhë të kufizuar. Projekt ligji synon rishikimin e sistemit të taksimit të pronës dhe është ende në fazën e konsultimit publik. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilloi sot një takim me përfaqësues të lartë të policisë italiane, Lorenzo Bucosi dhe Marco Cali, me fokus forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar. Gjatë takimit u vlerësuan rezultatet e përbashkëta në goditjen e grupeve kriminale, trafikimit të narkotikëve, pastrimit të parave dhe kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Palët theksuan rëndësinë e skuadrave të përbashkëta hetimore, të cilat konsiderohen një nga instrumentet më efikase të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë.
Italis. Po ashtu diskutua për monitorimin ajror dhe luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike, si edhe për rritjen e kapaciteteve profesionale përmes Akademisë së Sigurisë. Në përfundim, palët riafirmuan angazhimin për të thelluar bashkëpunimin strategjik dhe për të intensifikuar shkëmbimin e informacionit në përballjen me kërcënimet ndërkombëtare të sigurisë. Seanca e sotme në gjykatën e posaçme ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit u shoqërua me tensione dhe debate të forta në sallën e gjyqit, duke çuar edhe në ndërprerje të herpashershme të procesit. Ish-presidenti Meta ndërhyri gjatë relatimit të prokurorit posaçëm Sotir Klapi për çështjen e lobimit të LSI-s në SBA, duke kundërshtuar dhe replikuar me kryesuesin e trupës gjykuese Erion Bani, të cilin e akuzoi për një anshmëri. Edhe avokati i tij e Monika Kryemadhi janë përfshirë në debate gjatë seancës gjyqësore, duke sjellë ndërhyrjen e gjykatës dhe vendosjen e gjobave prej 10.000 lekësh për prishje të solemnitetit të gjykimit. Në seancën gjyqësore, prokurori i posaçëm paraqiti detaje mbi financimet e vitit 2016, ku sipas Spakut, LSI ka rreth $463.000 për një kompani amerikane për shërbime lobimi, përfshirë takime me zyrtar të lartë amerikan. Hetimet përmendin gjithashtu përdorimin e kartave dhe pagesave të lidhura me persona të tjerë, çka sipas Spakut ngre dyshime për mënyrën e financimit. Ndërkohë Spak kërkoi sot thirrjen e 30 dëshmitarëve, mes tyre ish zyrtar, politikan, figura publike si gazetar apo analist, ndërsa Meta dhe Kryemadhi po gjykohen për akuza që përfshin korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, lidhur me çështjet si çesdia apo lobimi në SBA. Gjykata e posaçme dënoi sot biznesmenin Pollum Gjoka me 6 vite burg në kuadër të dosjes së njohur si Metamorfoza, pas përfitimit nga gjykimi i shkurtuar që uli dënimin fillestar prej 9 vitesh. Gjoka u shpall fajtor për sigurim të kushteve për vrasje, korrupsion pasiv të funksionarëve të drejtësisë dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, ndërsa u lirua nga akuza për armbajtje pa leje. Një pjesë e çështjes përfshirë vrasjen e Gjindojit do të gjykohet në një proces të veçantë. Në të njëjtën dosje, ish zyrtari i policisë së shtetit Ardit Hasanbegaj u dënua me 5 vite burg pas uljes nga gjykimi i shkurtuar dhe u hoqe drejta për funksione publike. Sipas Spakut, hetimet për këtë çështje vijojnë për disa akuza të tjera të rënda që nuk janë përfshirë në këtë vendim. Trupi i pajetit 34 vjeçarit Eglant Koçi, i zhdukur prej rreth 2 javësh, u gjet sot në zonën midis Tiranës dhe Elbasanit, ndërsa hetimet kanë marrë drejtim drejt një vrasje të dyshuar të organizuar. Sipas të dhënave, ngjarja dyshohet të jetë kryer nga 41 vjeçari Armand Shaka, i cili është shpallur në kërkim, ndërsa një 25 vjeçare Nea Zyferi, kamarieri lokalit në pronësitë Armand Shakajt, është arrestuar si i dyshuar për ndihmë në krim. Hetimet tregojnë se Koçi mund të jetë mbajtur peng dhe më pas vrarë, ndërsa trupi i tij është transportuar për të fshehur gjurmët. Policia ka sekuestruar edhe motorin e viktimës dhe ka analizuar pamje kamerash sigurie që tregojnë lëvizjet e dyshimta të autorit të dyshuar pas ngjarjes. Sipas hetimeve të deritanishme, Shakaj dyshohet se ka përdorur karrotrec për të larguar trupin dhe për të zhdukur provat. Koçi u raportua i zhdukur më datë 4 qershor, ndërsa hera e fundit që ishte parë ishte në zonën e Sheshit Wilson në Tiranë. Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe kapjen e të dyshuarit kryesor të kësaj ngjarje të rëndë. Pas përfundimit të numërimit të votave në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi sot se partitë politike duhet të respektojnë rezultatin zgjedhor dhe vullnetin e qytetarëve. Sipas rezultateve, lëvizja vetëvendosje ka dalë sërish parti e parë me 53 deputet, ndërsa PDK 22 mandate, LDK 18 dhe Aleanca 7. Në një reagim në rrjetet sociale, Kurti falenderon qytetarët për besimin dhe vlerëson angazhimin e aktivistëve të vetëvendosjes, duke theksuar se fitoria është rezultati mbështetjes brenda vendit dhe diasporës. Ai uron edhe partitë opozitare për rezultatet e arritura. Kurti thekson gjithashtu nevojën për konstituimin e shpejtë të kuvendit, formimin e qeverisë me mandat të plotë dhe zgjedhjen e presidentit, duke e cilësuar si thelbësore për vazhdimin e punëve dhe projekteve zhvillimore në Kosovë. Dronët ukrainas kanë goditur për herë të dytë brenda pak ditësh një rafineri nafte në Moskë, duke shkaktuar zjarre dhe rretëdendur atymin në lagjen Kapotnia të kryeqytetit rus. Autoritetet ruse raportuan se disa drona arritën të depërtojnë mbrojtjen ajrore dhe të godasin objektin, ndërsa u dëmtua edhe një qendër tregtare e disa ndërtesa përreth. Kryebashkiaku i Moskës tha se qindra dron janë rrëzuar në total, ndërsa sulmi konsiderohet një nga më të mëdhenjt ndaj kryeqytetit rus. Sipas Moskës, mbrojtja ajrore ka ndërhyrë në disa rajone dhe janë interceptuar qindra mjete ajrore pa pilot, por një
pjesë e tyre kanë shkaktuar dëme në infrastrukturë dhe ndërprerje të trafikut, përfshirë edhe pezullimin e fluturimeve në aeroportin Sheremetyevo. Nga ana tjetër, Ukraina vijon të përballet me sulme me raketa dhe dron, me viktimat raportuara në disa qytete, përfshirë Sumi dhe zona të tjera pranë frontit. Presidenti Volodymyr Zelensky e ka mbrojtur sulmin ndaj rafinerisë si një përgjigje ndaj agresionit rus, duke paralajmëruar se Ukraina do të reagojë nëse lufta vazhdon, ndërsa tensionet mes dy vendeve mbeten të larta me goditje të ndërcjellta në infrastrukturë energjetike dhe civile. Trafiku detar në ngushticën e Hormuzit ka nisur të rikthehet gradualisht pas marrëveshjes mes SBA-ve dhe Iranit, e cila synon rihapjen e një prej korridoreve më strategjike për tregtinë globale të energjisë. Sipas të dhënave të monitorimit detar, disa anjemallrash dhe cisterna nafte e gazi kanë kaluar sot ngushticën, ndërsa një pjesë e flotës po hyn ose del nga Gjiri Persik. Autoritetet vërejnë se disa anije kanë fikur sistemet e gjurmimit, një praktikë që është bërë më e shpesh gjatë tensioneve në rajon. Marrëveshja parashikon rikthimin e lundrimit në nivele normale dhe një kuadër të ri rregullues për përdorimin e ngushticës së Hormuzit, e cila mbetet jetike për eksportet globale të naftës dhe gazit. Në të njëjtën kohë, zhvillimet diplomatike janë shoqëruar me debate ndërkombëtare. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbrojtur marrëveshjen, duke u përballur me kritika në SBA për kushtet e saj dhe ndikimin e mundshëm në raportet me Iranin. Ndërkohë, NATO dhe zyrtarë të saj kanë vlerësuar lirinë e lundrimit dhe stabilitetin në rajon, duke konsideruar të rëndësishëm rikthimin e qarkullimit normal në Hormuz për sigurinë energjetike globale.